Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në kuzhinën e Rajanës, ku së bashku përgatisim receta të thjeshta dhe të shijshme. Edhe sot ju kam sjellë një recetë shumë të mirë, një ëmbëlsirë me mollë. Nëse ju ka marrë malli apo keni nostalgji për pastën Flora si dikur, jeni pikërisht në videon e duhur. Sot unë vendosa t'ju sjell recetën e kësaj ëmbëlsire të mbushur brenda me mollë. Me që jemi në stinën e vjeshtës dhe tani kemi mollë gjithandej. Në këtë video do të shikoni her pas here dhe vajzën time Rajanën, e cila her pas here angazhohet në ato që unë bëj, dhe prandaj do ketë pak rëmuj sot në kuzhinën tonë. Juftoj të ndiqni video në vazhdim për të parë procesin. Në fillim do përgatisim brumin për ëmbëlsirën. Për brumin në një tas qelçi do hedhim 200 gram gjalp, i cili duhet që të jetë në temperaturë ambienti. Me një pirun nisim që ta coptojmë gjalpin në mënyrë që të bëhet sa më i shkrifët. Edhe kur gjalpin e kemi shkriftuar, tani në tas do hedhim edhe 5 ose 6 lugë gjelle me sheqer. Sheqerin e shtoni sipas dëshirës suaj. E trazojmë mirë gjalpin me sheqerin derisa bëhet një masë e njëtrajtshme, pra sheqeri nuk duket më. Dhe tani do shtojmë në tas edhe një kokër vezë. E trazojmë sërish vezën me gjalpin dhe sheqerin me një pirun, dhe kur shikoni që veza është përthithur nga masa e gjalpit, në tas do shtojmë edhe 6 filxhan me miell. Filxhani që unë kam përdorur është filxhan kafeje. Gjithashtu do shtojmë në tas edhe gjysmë lugë çaj me baking powder, pra pluhur që përdoret për pjekjen e ëmbëlsirave, edhe më pas të gjithë masën e trazojmë mirë. E punoj mirë miellin me përbërësit e tjerë dhe në momentin që brumi nis të lidhet, pra të shikoni që mielli pak nga pak nis dhe mlidhet pas masës së gjalpit, në këtë pikë i shtojmë edhe 2 ose 3 lugë gjelle me qumësh të ftohtë. I përziejmë mirë të gjithë përbërësit dhe pasi masa e brumit ka nisur që të mblidhet dhe të bëhet një masë e njëjtë, në këtë pikë e hedhim të gjithë masën e brumit në tavolinë dhe e punojmë me duar. E punoni në këtë mënyrë për disa minuta, derisa të shikoni që brumi ka marrë formën e duhur, edhe në fund masa e brumit është jo vetëm e butë, por edhe nuk ngjit në përduar. Është bërë një brum shumë i mirë, saqë mund ta përdorni edhe për biskota nëse doni. Kur brumin e keni gati, do e lëmë të pushoj për 10 ose 15 minuta në frigorifer dhe ndërkohë që brumi pushon, ne do përgatisim mbushjen me mollë. Unë mbushjen e bëra me mollë, por ju mund ta bëni edhe me fruta të tjera ose edhe me reçel. Për këtë recetë unë kam përdorur 3 mollë të kuqe, të cilat i kam quruar nga lëkura edhe më pas i kam prerë në copa të vogla. Ndërkohë në një tigan hedhim një lugë gjelle me gjalp, dhe kur gjalpi shkrin, shtojmë në tigan edhe mollët e prera në copa të vogla. Gjithashtu në tigan do shtojmë edhe 3 ose 4 lugë gjelle me sheqer. Nuk ka nevojë për më shumë sheqer pasi mollët e kuqe janë goxha të ëmbla. Megjithatë, ju vendosni vetë se sa të ëmbël e doni. I trazojmë disa herë mollët me sheqerin dhe kur shikoni që mollët do nisin të lëngëzohen, në tigan shtojmë edhe pak lëng limoni, si dhe gjysmë lugë çaj me kanellë. Nëse nuk e preferoni kanellën, mos e shtoni, ose nëse e preferoni shumë si aromë, mund të shtoni edhe më shumë nga sa kam shtuar unë në këtë video. I trazojmë të gjitha bashkë për rreth 2 minuta dhe në fund të masës së mollëve u shtojmë edhe gjysmë gote me ujë edhe i lëm mollët në zjarr mesatar derisa të shikoni që kanë pirë ujin dhe në tigan mollët të kenë pak lëng. Në këtë pikë e fikni zjarrin dhe i lini mollët që të ftohen pak
derisa të hapim brumin për ëmbëlsirën. Në fillim të përgatisim tepsinë ku do bëjmë ëmbëlsirën. Nëse keni një tavë enkas për përgatitjen e ëmbëlsirave të tilla, pra për tarta, siç quhen ndryshe, mund ta bëni edhe aty. Por nëse nuk keni një tepsi të tillë, mund ta bëni fare lehtë këtë ëmbëlsirë edhe në tepsi keku, siç e kam bërë edhe unë. E lyeni tepsinë me gjalp, e heqim brumin nga frigoriferi dhe e ndajmë në 2 pjesë, në mënyrë që të hapim 2 petë nga brumi që përgatitëm. Edhe më pas do hapim në tavolinë petën e parë. Hedhim pak miell në tavolinë dhe hapim me një tërhollës njërin nga pjesët e brumit. E hapim në formën e një pete me trashësi mesatare dhe më pas petën që hapim e hedhim në tepsinë që lyhem me gjalp. Nëse peta që keni hapur i ka buzët anësore shumë lartë, atëherë me një thik ose një nga këto thikat që përdoren kur bëjmë biskota ose gjëra me brum, ja prisni anët petës deri në atë pikë sa ju dëshironi që petat i ketë buzët anësore të larta. Edhe më pas i hedhim mbushjen e mollëve sipër. Me një lugë i sheshojmë mirë mbushjen e mollëve dhe tani do hapim pjesën e dytë të brumit. Veprojmë njësoj si me petën e parë. Dhe pasi hapni petën mbi tavolinë, tani do presim disa shirita me gjerësi si këto që shikoni në video. Për t'i bërë edhe më të bukur shiritat, mund të përdorni një prerëse me dhëmca për të krijuar këto efektet anësore si në video. Por nëse nuk keni si këto prerëset, mund t'i prisni edhe fare thjesht me thikë të zakonshme. Më pas, shiritat do i vendosni si përmbushjes me mollë, siç e shikoni edhe në video. Më pas brumi që na ngelet, e rimbledhim sërish edhe e rihapim sërish në formën e një pete. Dhe tani nga kjo petë do presim forma të ndryshme. Sigurisht kjo pjesë është në dëshirën tuaj, sepse dekorimin sipër mund ta bëni si të doni. Po të doni e lini deri tek pjesa e shiritave, por nëse doni ta bëni si në video, është shumë e thjeshtë procesi. Do shikoni edhe vetë. Ajo që do bëni është thjesht që nga peta që krijuam, do presim disa forma si gjethe dhe më pas me një majë thike u krijojmë disa vija sipër, si për të krijuar efektin e gjetheve. Të gjitha format që krijojmë ja vendosim ëmbëlsirës rreth e rrotull dhe në pjesën e sipërme, siç e shikoni edhe vetë në video. Madje po të doni, mund ta mbushni edhe me lule ëmbëlsirën sipër. Unë kam bërë vetëm 2 trëndafila, shikojeni edhe vetë se sa i thjesht është procesi i krijimit të trëndafilave me brum. Por siç u thash, ky proces është gjithmonë nëse doni ta bëni si në video, sepse fare thjesht mund ta lini deri tek vendosja e shiritave sipër edhe më pas ta piqni direkt në furrë. Por duke qenë se unë isha në kuzhinë me vajzën time, vendosëm që të bënim edhe forma të tjera
dhe të përshtateshim edhe me stilin ku jemi, duke dhënë pak atmosferë vjeshte në kuzhinë. Siç e shikoni dhe vetë, në pjesën e sipërme unë e kam dekoruar me gjethe dhe me lule. Por ju e dekoroni si të keni dëshirë, sipas dëshirës dhe fantazisë që u keni. Pasi e përgatisni ëmbëlsirën, e fusim direkt në furrën e nxehtë. Furra duhet që të jetë hapur më parë dhe të jetë nxehur mirë kur fusim ëmbëlsirën. Edhe e lëm të piqet ëmbëlsirën me moll në 200 gradë Celsius për 30 ose 35 minuta, ose derisa të shikoni që ëmbëlsira sipër ka marrë një ngjyrë të kuqërremte të lehtë. Më pas e hiqni nga furra dhe e lëvizni nga tepësia ku e keni përgatitur. Edhe më pas e keni gati për ta servirur. Unë do e lë në shoqërinë e pamjeve në vazhdim për të parë se sa e mirë dhe e shkrifët ka dalë kjo ëmbëlsirë që u kënaq me shijen. Një ëmbëlsirë e thjeshtë në përgatitje, por me shumë shije. Madje nëse e bëni si në video, mund ta përgatisni edhe për raste të ndryshme festive ose edhe për t'ia dhuruar dikujt. Jam e sigurt që do e pëlqejnë shumë. Një ëmbëlsirë e thjeshtë dhe që mbaron shumë shpejt. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si të ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj këtë recetë. Mua më gjeni gjithashtu edhe në Instagram duke më kërkuar me emrin Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndiqni në videot e mia, që më komentoni dhe që jeni gjithmonë aktiv. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.